Rrohet mbi 2 qytete të shkon me ambulanca i moshës 13 vjeçare që e ka sulmu. Që një person i rritur jetem, i cili i kam ndjekur edhe 4 motra, 3 vëllezër dhe baboi. Jusuf Hasani nga Feriza e njohin të gjithë. Ky djalosh i cili kurrë nuk ja ka zënë rrugën askujt, dyshohet se para 2 ditësh në sheshin e Ferizajt është rrohur brutalisht nga një i mitur. Me që rast janë shkaktuar lëndime të rënda në fytyrë. E derisa po qëndronim këtu afër stacionit policor në Ferizaj bashkë me Cufën, këtu brenda u fyt i dyshuari i cili e pranoi që ka grushtuar Cufën, me arsyetimin se e ka ngasmuar. Ka një 6 vite që kujdesna për ta, për Cufën edhe për nonën e Cufës që është e smut i kancerit. Do thoni bëjmë 6 vite bashkë. Jemi qysh me thonë jena tash një si pjesë e familjes, bashkë po ka ndodhur edhe raste tjera, por kjo është pak më e rëndë, duke marrë parasysh që këto kanë vendimin që ky është person me aftësi të përhershme të kufizone, që gëzon pension për Republikës Kosovës, nuk është djali i urtë, i qetë, i dashur në duan këtë qyteti, edhe shtunën në ma sulmu nga një person. Ai person po del për fatin tonë të keq, siç është një po del tjetë person shumë i mitun, që e ka kryer aktin dhe du mi falendu policinë e Kosovës që pas publikimit në rrjetet sociale në faqen time dhe pas bashkëpunimit ta, ai është arrestuar brenda orës. Nuk është arrestuar, por domthonë ai identifikuar si rast, ai është marrë në pyetje. Këtu i kemi edhe raportet e mjekët që kemi qenë shtunën te mjekët, ka pas gjakdedhe prej hundës dhe dyshohet që e ka hundën lëndune dhe mavioset në fytyrë që kanë bërë tek sot, 2 ditë më vonë. Në fakt pe frikës që ka pas Cufa, më ka thonë që kur jam shku, ja kon te mjekët kur jam shku këtu te shtëpia, më ka thonë që jam rrezu. Që nuk e di shumë parafërsisht se çka ka ndodhur, po tash po dina që nuk është, kjo është si pasojë e rrahjes. Duhet me pranuar publikisht në qytetin e Ferizajt ka shumë narkoman që rrin rrugëve dhe përdorin substanca narkotike. Kryesisht ka gjithë qytetarët i dhuroj para. Për shkak që ndjesisë që kanë, që një person i rritur jetem, i cili i kam ndjekur edhe 4 motra, 3 vëllezër dhe baboi, është rritur jetem dhe njerëz kanë e dojnë shumë gjithë. E respektojnë, i blinë tesha, sillemi me ta dhe në shumë raste tjera kanë ndodhur që e kanë marrë, pas banesave, e kanë marrë parë, nëse ka rezistuar dhe kanë rrej, po nuk e konë natyra e lëndimit, nuk e konë qitë formë. Tash po dim që për keqare që është një fëmijë i moshës 13 vjeçare që e ka sulmu. Nuk e di çu thot ligji, po nëse ky person aftësi të kufizone rrohet mbi 2 qytete të shkon me ambulanca, ka gjatë që ka më na bëthon për persona të tjerë. Apo kupton? Na do me konsi që është një ka atyne.